Mendon që ti e zbukuron botën siç e zbukurove këtë djalin magjik në Madagaskar dhe pastaj çohesh një ditë siç na ndodh shpesh, ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Çohesh një ditë dhe thuash e kam krijuar unë këtë njeriu, nuk është kaq i bukur, po unë kam nevojë që të krijoj një njeri më të bukur edhe jemi vetë përgjegjës për gjithë realitetin që krijojmë. Dhe kjo ndodh, unë e gjej në për shumë goca këtë gjën. Goca që i pëlqej, domethënë kanë një dëshirë të madhe ta krijojnë të bukurën, më të mirën, më të jashtëzakonshme ke partneri dhe pastaj zgjohen një ditë dhe thonë çuditshme që jam dashuruar me këtë. Të ndodh si kjo? Jo. Jo, sepse në dashuri nuk më pëlqen manipulacioni, sepse nuk është më dashuri, pastaj bëhet pak ikën magjia, ajo ndjesia e papërshkrueshme që t'jep vetëm dashuria apo çastet e para, sidomos të njohjes me një person. Çastet e para. Çastet e para janë sa zgjasin çastet e para. Kohë reale. Është relative. Për shembull, mua më ka ndodhur që të dashurohem me dikë që kam njohur diku larg dhe të kemi pasur një dashuri shumë të fortë për vetëm 3 ditë, sepse pas kësaj secili duhet të largohej në kontinente të ndryshme të tjerë. Por që pikërisht këtë person unë nuk e kam haruar kur më dhe e dua edhe sot të kësaj dite. Në kuptimin që dashuria njerëzore për shumë njerëz vazhdon brenda meje nëse ai çast ka qenë do doje të të shfaqej